Miq, përshëndetje dhe ndjekës të këtij kanali, paqja e Zotit me ju të gjithë. Sot do flasim për një temë të një rëndësie tepër të veçantë, madje më të rëndësishme për sa i përket besimit krishterë biblik, dhe në fakt është një tema që përfitet më së shumti në kohët e sotme, dhe në fakt prej dekadash në krishtërinë dhe më gjërë. Pikërisht si shpëtohemi, si një besimtar merr shpëtimin nga Perëndia. Dhe ne do shohim pak vargje sot në Bibla për të parë praktikisht një qëndrim sa më të balancuar në lidhje me shkrimin e shenjtë. Por para se të shkojmë aty, le të diskutojmë pak mbi faktin që pse kjo është një temë e debatuar, sepse në krishtërinë ka interpretime të ndryshme dhe rrymë të ndryshme besimtarësh, të cilat shkojnë si thua në drejtime të ndryshme, në këndvështrime një natyre tjetër për sa i përket shpëtimit. Ka për shembull të krishterë që thonë njëri shpëtuar i gjithmonë i shpëtuar. Ka për ta shpëtimi është thjesht një moment, kur ata pranojnë thirrjen e Perëndisë në Jezu Krishtin për le të themi kurqizimin e tij, për ardhmjen e Perëndisë, kurqizimin e tij për faljen e mëkateve tona. Sipas tyre, nëse bën rrëfen këtë gjë, beson këtë gjë, ose nëse bën një lutje të shpëtimit, sikurse ata shprehen, ti je i shpëtuar dhe je gjithmonë i shpëtuar, pavarësisht çfarë mund të bësh ti në jetën tënde. Madje ka nga ata që jetojnë thuajse si jo besimtar, ose ndonjëherë edhe mëkesë jo besimtar, dhe thonë prapë që janë të shpëtuar, sepse kanë besuar edhe që Perëndia ka bërë për ta dhe kjo mjafton. Pra ky është ndoshta ai qëndrimi, po i quajmë një ekstrem i majt, pra le të themi një ekstrem liberal në krishtërinë. Po ndërkohë kemi edhe një ekstrem tjetër, po i quajmë ekstrem i djathtë, që është për të qenë se është një natyre më konservative, dhe ata pretendojnë që ti vetëm shpëtohesh. Pra Perëndia të ka dhënë mundësi, ka dhënë dhe Krishtin si mundësi, por varet nga ty tashmë shpëtimi. Dhe ti duhet të punosh, duhet të bësh sa më shumë vepra të mira, duhet të jesh sa më i bindur. Por nëse ti mëkaton, pra nëse gabon, atëherë Perëndia ty do të dënojë dhe ti mund të humbasësh dhe shpëtimin. Madje mos të di çudi që ti mund të kesh pandehur që je shpëtuar, por në fund, në shfaqjen e gjyqit të madh, po në apokalipsit të Krishtit, ti do kuptosh që nuk e qenë asnjëherë i shpëtuar. Pra ky është ekstremi i djathtë që më tepër le të themi ilustron Perëndin si një diktator, le të themi, ose një tiran që është gjithkohës gati për të ndëshkuar. Pra gati për të parë ku ti gabon që të ndëshkojë dhe të të shpusin apërjetësia dhe të çojë në ferr. Pra këto janë dy ekstremet më të mëdha sot në krishtërinë që gjenden pranishme në debatet e krishterë dhe janë bërë më së të njohura sidomos tashmë online përmes internetit. Por sot do shohim pikërisht atë të mesmen e art, pra do përpiqemi duke hetuar disa shkrime nga fjala e Zotit dhe për të hedhur dritë dhe për të parë që si ne realisht shpëtohemi në Bibël dhe si mund të jetë një teologji sa më e shëndetshme në lidhje me këtë temë, e cila është një rëndësie mjaft të veçantë. Pra vetë Bibla thotë që gjithë qëllimi juaj është shpëtimi i shpirtit. Pra shkruhet në Vjetën e Re, në apostullit tjetër, dhe thotë mbani fort fjalën e jetës që është mbjellë në ju, pikërisht flitet për shkrimin e shenjtë, me anë të cilës thotë, pra me anë të fjalës, ju mund të shpëtoni shpirtrat tuaj. Dhe ne këtë do bëjmë, do kapemi fort pas fjalës sot për të parë, le të themi, rrugën e ngushtë, rrugën që na shon sa më pranë të vërtetës biblike. Dhe pa humbur kohë, le të hidhemi tek ajo çfarë të paktën unë besoj se Bibla mëson, duke e marrë para thjesht situatën,
Pra së pari, nëse jetojmë shkrimet dhe tu do shohim disa shkrime, pra 3 pasazhe nga Vjeta e Re, shohim që shpëtimi në Bibël nuk është një moment i vetëm, pra nuk është se një moment ti besove dhe pastaj mund të jetosh si të duash, mund të jetosh dhe fare pa praninë e Zotit, në egoizëm dhe në mëkat dhe ti je gjithmonë i shpëtuar. Të Bibla nuk e mëson. Nuk e mëson në Vjetën e Vjetër jo, sepse aty flitet vetëm për kombin e zgjedhur dhe ishte thelbi ishte ligji Mojsiut, por edhe në Vjetën e Re që na jepet hiri dhe e vërteta, nuk mësohet vetëm hiri, mësohet dhe e vërteta. Dhe vetë Krishti, pra Jezus, mëson që nuk ka ardhur të shfuqizojë ligjin dhe profetët, por ka ardhur t'i përmbushë, pra me hirin dhe të vërtetën. Pra e vërteta është vetë ligji i Perëndisë, vetë fjala e Perëndisë. Pra Perëndia ka hir, por ka dhe të vërtetën. Pra është dashuri, është i mirë, por është edhe i shenjtë, është edhe i drejtë. Dhe Perëndia nuk ka fare lidhje me mëkatin. Dhe mëkati do ndëshkohet dhe do gjykohet nga Perëndia. Por nga ana tjetër, Perëndia nuk është se ka vetëm shenjtërinë, ai ka dhe hirin. Pra kalojmë këtu tek ekstremi tjetër. Pra ai është edhe falës, është edhe mëshirues. Pra nëse pendohemi, nëse rikthehemi tek ai është i gatshëm të na falë dhe më falni, të na drejtojë dhe të na fuqizojë për ta tejkaluar mëkatin. Dhe duke thënë të gjitha këto, dhe duke parë dhe shkrimet, shohim që shpëtimi në Bibël nuk është vetëm një moment dhe nuk varet vetëm në një kohë. Shpëtimi në Bibël kuptohet në 3 kohë të ndryshme. Pra shpëtimi është i vazhdueshëm në Bibël, nuk është vetëm një moment, por është një proces. Dhe kemi kohën e parë, e cila është koha e shkuar. Pra koha e shkuar na thotë që jemi të shpëtuar. Pra gjithë ata që besojnë në hirin e Perëndisë, ata janë të shpajsuar nga mëkati. Pra shpajsim do të thotë jemi shpëtuar nga dënimi për mëkatin. Dhe nëse shikojmë konkretisht këtë gjë, mund të shkojmë tek Efesianëve 2:8, ku praktikisht shkruhet që ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit në atë që Perëndia ka bërë në ju në Krishtin. Dhe kjo thotë, shkrimi shenjtë, nuk varet nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Pra Perëndia është i mirë, është i dashur dhe ai dhuron shpëtimin falas për të gjithë. Në kryq, pra e sjell ai shpëtimin për ne. Dhe nuk varet të shkrimi nga ju. Por ama këtu flitet për shpajsimin ose shpengimin nga dënimi për mëkat. Sepse që të gjithë jemi mëkatar, askush nuk është i drejtë sipas shkrimit, të gjithë kanë rënë në lavdi e Perëndisë, por Perëndia që është i pasur në hir, dha birin e tij të vetëm lindur, sipas gjithë shkrimeve profetike, Jezu Krishti. Lindur në mënyrë të minatyrshme ai bëjërash, sipas gjithë shkrimeve të profetëve. Dhe e dha këtë gjë që ne mos të humbasim, sepse na deshim, por që të kemi jetën e përjetshme. Pra Perëndia e kryen shpajsimin tonë. Dhe nëse shkojmë poshtë tek Efesianëve, nga vargu 8 shkojmë te vargu 9, thotë jo nga veprat që të mos mburret askush. Dhe këtu bëhet një keqkuptim shumë i madh sepse ngatrohen veprat e besimit me veprat e ligjit Mojsiut. Konteksti në këtë shkrim, apostulli këtu shkruan që nuk jemi të pajisuar nga ligji i Mojsiut, ishte 10 e vjetër. E kuptoni? Por jemi thotë nëpërmjet besimit. Po Bibla mëson që besimi pa vepra është besimi i vdekur, nuk është besim. Pra apostulli Jakob thotë, ti ke besim dhe nuk ke vepra, atëherë më trego besimin tënd pa vepra dhe unë do të tregoj besimin tim, thotë, dhe veprat e mia. Madje thotë që Abrahamja nuk u shpajsua nga veprat e tij, thotë. Pra, kur Bibla thotë i drejti do të jetojë nëpërmjet besimit, tregon që ky i drejtë, si thua, atë që ka në zemër, atë besimin e vërtetë dhe të pastër, e shpreh me veprat e tij për ulësisë. Dhe po të shkojmë edhe një varg më poshtë, në vargun 10 thotë, ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira, thotë shkrimi.
Pra jemi të rikrijuar, të shfaqsuar nga Perëndia, që na vulos me frymën e shenjtë në momentin e besimit, kur ne pendohemi dhe vendosim të ndjekim rrugën e Zotit, pra hirin e Tij që shfaqet gjithë. Dhe krijohemi në imazhin, pra në shembullimin e birit të Tij, pra Jezu Krishtit. Pra adoptohemi nga Perëndia. Përse? Ja ku thotë për veprat e mira. Pra thotë nuk jeni shpëtuar nga veprat, thotë për ligjin. Por thotë jeni shpëtuar dhe krijuar në Krishtin Jezus, jeni për një vepër e re Perëndis, për veprat e mira të shpirtit, që Perëndia përgatiti më parë që ne të ecim në to. Jo vetëm të bëjmë një vepër të mirë që besojmë, por të ecim në veprat e mira. Do thotë të ecim në dritë. Dhe kur flitet në fakt dhe për hirin, tek libri i Titit, thuhet që hiri i Perëndisë u shfaqet gjithë, pra është dhuratë. Siç thotë edhe Efesianëve, është njëjta gjë. Por ky hir thotë na mëson thotë që të heqim dorë nga pallësia, po dhe të jetojmë me shenjtëri dhe ndihmëri. Për çdo thotë jetosh me shenjtëri, të bësh vepra të mira. Pra besimi është shfaqja e veprave të mira nga një zemër e ndryshuar, nga një zemër e transformuar, nga një zemër që u është shkruar ligji i Perëndisë. Nga një zemër sipas Krishtit, që është zemra e Krishtit. Edhe Perëndia e nis këtë punë, por edhe ne do ta besojmë, do të rritemi në besim dhe në vepra të mira patjetër, se besimi vepër është. Pra, jemi tek koha e shkuar, shfaqsuar që shfaqësimi pra. Dhe kuptohet që ne në shqip kemi përktimin jemi të shpëtuar dhe ne marrim si thua një fakt të kryer. Po shpëtimi aty ka kuptimin e shpengimit. Pra ne ishim fajtor, por Perëndia pagoi pra dënimin e mëkatit tonë. Vetë ai, në kryqin e Golgotës ose kryqin e Kalvarit. Dhe Perëndia ishte në Krishtin afër për të bërë paqe me ne, çdo të bësh paqe. Pra u fajtua, nuk na dënoi. Siç e meriton, na fali. Pra shfaqësimi na hoqi fajin nga këtë ndjesi të madhe të mëkatit tonë. Po ky ishte koha e shkuar. Tashmë jemi në kohën e ardhshme, që edhe shkrimi në Efesianëve na thotë që ne të ecim në to. Tani ne po ecim në këto veprat e mira që Perëndia ka krijuar në ne, me të zemër të ndryshuar dhe të rilindur. Le të lexojmë tek Filipianëve, çdo të thotë të ecësh në veprat e mira, pra të ecësh në besim, të ecësh në dritë. Tek Filipianëve 2:12-13 na shkruhet: Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë sipas pëlqimit të tij. Pra, unë thotë qartazi që tashmja kërkon punë. Pra për këtë shpëtim që na zhvon nga Perëndia, punoni thotë apostulli me frikë e me dridhje, do shojmë pasaj çdo thotë. Sepse Perëndia vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë e tij sipas pëlqimit të tij. Pra, këtu kuptojmë që folëm në fillim për të shkuar në shfaqësimi, tani jemi tek e tashmja dhe kjo punë do të thotë shenjtërimi. Pra të punosh për shpërtimin tënd me frikë dhe me dridhje para Perëndisë. Do thotë që ti të punosh për shenjtërimin tënd, pra të shenjtërohesh. Të heqësh nga vetja ato që mendime, ato ndjenja, ato qëllime zemre që nuk e nderojnë Perëndinë. Dhe kuptoj kur nderojnë Perëndinë nuk nderojnë as tjetrin, as veten tënde. Dhe ta lësh Perëndinë që të veprojë në ty sa më shumë për të shenjtëruar, për të të ndriçuar. Dhe sa më shumë shenjtërohesh, aq më shumë, si të thuash, e forcon marrëdhënien me Perëndinë dhe shpëton nga fuqia dhe ndikimi i mëkatit në jetën tënde. Pra sa më pranë dritës, je më larg errësirës. Dhe këtë na thotë edhe shpëtimi në kohën e tashme, tani që është në trepë. Pra e shkuara e përsërisim ishte shfaqësimi nga mëkati, tashme është shenjtërimi. Duke bërë më të ngjashëm me Krishtin, duke shpëtuar nga fuqia dhe ndikimi i mëkatit në jetën tonë, dhe duke ka afruar më shumë me Perëndinë. Pra kjo është në një farë mënyrë kryerja e shpëtimit tonë.
Pra ne po e përmbushim shpëtimin tonë. Si duke u shenjtëruar. Vetë Perëndia thot në Bibël, jini të shenjtë, sikurse edhe unë jam i shenjtë. Thot në dhjetën e vjetër. Në dhjetën e re, po Perëndia në Krishtin thot, jini të shenjtë, sikurse aty juaj është shenjtë. Atje thot jeni dhe të përsosur, sikurse është i përsosur, aty juaj që është në qiell. Çdo thot ti është i shenjtë, ti është i përsosur, ti je sa më pranë natyrës në të cilën Perëndia ka krijuar. Dhe na thuhet që në librin e parë Zanafillës që jemi krijuar sipas shëmbullimit të Perëndisë. Atëherë si është shëmbullimi i Perëndisë? Është vetëm dritë, mirësi, paqe, dashuri, nuk ka asgjë të keq. Kështu dhe ne të shpëtojmë nga e keqja dhe sa më shumë të shkojmë drejt shenjtërimit. Ky është shpëtimi në të tashmen. Por ama tham kemi tre kohë dhe kemi edhe shpëtimin në të ardhmen. Dhe le ta lexojmë, na thuhet fare qartë 1 Pjetrit 1, 4, 5. Dhe në fakt le të lexojmë që na treshi për të marrë një pasur më të thellë, pra nga treshi deri te vargu 5. Ku shkruhet: "Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekuris." Për çfarë folëm tek e shkuara. Këtu flitet e shkuara. Pra momentin që besuam, Perëndia rilindi tek ne, një zemër të re. Ktu nga mëshira e Tij thuhet, pra shiri i Tij, do thotë mëshirë dhe dashuri e pamerituar për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej të vdekurit, pra përmbushja e gjithë shkrimeve, vetëm Ungjilli, lajmi i mirë. I Krishti vdiq për mëkatet tona. Pra këtu shpenguam. Por këtu tani në vargu 4, te vargu 5 na thuhet për të ardhmen. Thot për një trashëgim të papritshëm. Pra trashëgimia është e ardhmja. Të panjohur dhe të pafishkur. Që është ruajtur në qiell për ju, pra është ruajtur në qiell për ju. Çfarë ju pret në të ardhmen trashëgimia? Që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin gati për të zbuluar në kohën e fundit. Pra shikoj çfarë na thuhet. Pra thotë që shpëtimi është ruajtur dhe për të ardhmen tonë. Dhe vjen nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit tuaj. Jeni të ruajtur për shpëtimin për zbuluar në kohën e fundit. Pra kjo është trashëgimia dhe shpresa jone e shpëtimit. Pra nërsa thamë që shkuara është pajësimi, e tashme është shenjtërimi, pra koha që ne tani po flasim, është një kohë ku ne vazhdojmë të jetojmë një jetë me besim dhe me dashuri, që na shenjtëron, dhe ardhmja është në fakt përlëvdimi. Përlëvdimi do të thotë që ne do të shpëtohemi tërësisht, do shtoja unë, nga prania e mëkatit. Pra ky është përmbushja e shpëtimit që Perëndia ka premtuar. Pra është si një garë ku në fund ne kapim finishin dhe mbarojmë atë garë. Dhe jemi në përjetësi me atin tonë qiellor. Pra, edhe një përmbledhje të shkurtër për ta thjessuar këtë gjë dhe për ta bërë sa më të kuptueshme, shpëtimi në Bibël nuk është një moment, dhe shpëtimi në Bibël nuk varet nga një moment. Pra do thotë, nuk është një herë i shpëtuar gjithmonë i shpëtuar. Të Bibla nuk e mëson patjetër që Perëndia ka hir dhe do të shohim pas se i vepron tek ne për të na ruajtur, por nuk është edhe nga një moment i veçantë që ne si thua shpëtuam, pastaj gabuam, mëkatuam dhe Perëndia nuk na fal dhe na ndëshkon edhe humbasim shpëtimin. Pra, në të dyja rastet është hiri i Perëndisë. Pra Perëndia e nis, si thua, këtë marrëdhënie tek ne. E nis falas nga dashuria e Tij dhe nga mëshira e Tij. Po kur ne rilindim dhe bëhemi pjesë e këtij hiri, na shpëngon nga mëkati. Ky hir na çon drejt shenjtërimit. Ne bëhemi më të ngjashëm me natyrën e Krishtit. Dhe drejt shenjtërimit ne përsosemi në besimin ton dhe shkojmë, si thua, në atë shpresën e shpëtimit për trashëgimimin që na është ruajtur në qiell për ne.
Me anë të hirit dhe besimit tonë, kurse thot shkrimi, jemi të ruajtur nga Perëndia. Për shpëtimin gati që do na zbulohet në kohën e fundit. Pra, shpëtimi në Bibël më shumë i ngjan një marrëdhënie, i ngjan më shumë një martesë. Si thua, po marrim si shembull, një djalë dhe një vajzë pa njëri tjetrin, filluan ta duan njëri tjetrin, pastaj filluan të njohen me njëri tjetrin më tepër, shtohet dashuria për njëri tjetrin. Pastaj vendosin të martohen. Pra lidhin martesën, kryen një dasëm, ndërtojnë një familje. Pastaj kuptohet, mund të kenë sfida, mund të kenë probleme, mund të kenë lloj gjëra, por kur ata nuk ndahen, janë gjithmonë bashkë. E duan njëri tjetrin, e falin njëri tjetrin kur gabojnë. Pra nuk ja numërojnë tmetat njëri tjetrit. Derisa, pra janë të gjithmonë bashkë, derisa vdekja t'i ndajë. Flasim për vdekjen fizike. Kështu është edhe me Perëndin. Nëse e duam Perëndin, duke besuar që ai na do shumë, jashtëzakonisht shumë. Prandaj na dha shpëtimin falas. Jo sepse ne meritonim, ne nuk meritojmë asgjë. Asgjë nga ato që Perëndia na ka dhënë. Ne meritojmë që të gjithë vdekjen dhe përjetësinë pa Perëndim. E dini që përjetësinë e kemi që të gjithë, si besimtarë, si jo besimtarë. Thjesht besimtarët e kanë pa Perëndin në përjetësinë. Sepse besimtarët besojnë që përjetësinë e kanë nga Zoti krijuesin e tyre, që i deshi dhe i do dhe dha jetën e tij në kryq për ne të gjithë. Dhe ata që besojnë shpengohen, dhe pasi shpengohen rilindin, në shenjtërohen dhe presin me padurim kohën e fundit kur ata do merren në qiell dhe do jetojnë përjetësi me Perëndin. Kjo është e gjitha. Pra më shumë i ngjan një marrëdhënie, dhe unë ilustrova për ta bërë kuptueshme, që një marrëdhënie dashurie dhe një marrëdhënie martësore. Pse martësore? Sepse veç dashurisë ka edhe përgjegjësi, pra duhet punuar, duhet mbajtur familja, njësoj në trajta ngjashme na shkruhet këtu punoni. Bëni vepra të mira, përpiquni. Pra kjo është dashuri. Pra kështu mund ta shohim dhe Bibla qartësi na flet për shpëtimin në tre kohë, për një marrëdhënie të vazhdueshme në praninë e Perëndisë. Dhe jo një moment, imagjinoje sikur një djalë dashuron një vajzë, e dashuron, martohet me të, pastaj shkon jeton si do, del jashtë, dehet, bret, shkon me një vajzë tjetër, dhe të një grua tjetër. Dhe thotë, po s'ka gjë se unë i martuar jam. Pra nuk ka gjë, dhe shumë veta kështu bëjnë. Fatkeqësisht në kish kështu ndodh. Ka krishterë që kështu bëjnë. Jetojnë si të duan dhe harrojnë dashurinë e parë, kur vetë Krishti thotë mos e harro dashurinë e parë. Mos harro sa të deshën. Mos harro se si e përjetove atë dashuri, si rilinde, si të dojë zemra nga ky hir. Pra pse I thot Jezusi këtë? Po për këtë I thot që për ta sjellë tjetrin në pendes që ta kuptojë që nuk ka krishtërim pa shenjtërim. Nuk ka krishtërim pa shenjtërim. Dakord miq, dhe le të shkojmë pak më tej, pa u zgjatur shumë, për t'i parë pak më thellë këto qëndrimet e rrezikshme, që pse ndodhin që një pjesë e të krishterëve, pra besimtarëve, bajnë qëndrime të tilla që për së vërtetës biblikisht ose në traditën tonë të krishterë mund të quhen si qëndrime të rrezikshme. Pra çdo thotë qëndrimi I rrezikshëm është ka krishterë që thjesht kërkojnë pandëshkueshmërinë. Pra kërkimi I pandëshkueshmërisë dhe jo I shenjtërisë. Pra ka krishterë thonë unë mund të jetoj si të dua, pastaj në momentin e fundit unë pendohem dhe I them Zot më fal, dhe ai më fal dhe vetëm parajs. Pra mund të jetoj si një shturur, si një degeneruar, si një kriminal, si një që s'ka lidhje me Krishtin praktikisht. Por ama kur të jem thotë ai në shtratin e vdekjes, aty do bëj një lutje shpirtit dhe I them Zot, kërkoj falje për mëkatet e mia, të lutem më fal, më merr në parajs, edhe do më marrë Zoti parajs. Pra çfarë është kjo? Tani imagjinoni pak domethënë, nëse I kthemi marrëdhënies së dashurisë, marrëdhënies së martesës. Pra pse duam të rrezikojmë domethënë? Pse duhet të rrezikojmë kaq shumë? Kur flitet për përjetësinë, pra shpëtimi I përjetshëm është I përjetshëm, jeta jonë këtu në tokë është kalimtare. Ja mund të jetojmë 100 vjet, 100 ca, sa I ka bërë Zoti tani. Sepse njerëzit jetojnë më shumë në kohët e vjetra, kohët e lashta. Por Bibla na thotë që jetën Zoti e shkurtoi në tokë, në sajt mëkatit.
Ja jetuam 100 ca vite. Mbaroj të jetë. Pastaj na pret përjetësia dhe përjetësia ose me Zotin ose pa Zotin. Tani si mund një krishter thotë që unë do pendoj momentin e fundit dhe Zoti më shton. Pa ky është një lloj manipulimi, është një lloj merkantilizmi, që ja ti ke vënë ca rregulla, unë tani i kam gjetur fiet, po shtypat butonin magjik dhe e mora shpirtin. Po nuk varet sepse kjo pastaj do thotë që ti s'beson te njëri Perëndis. Ose njerëz që besojnë që thjesht të shkojnë në kishë, më thotë, vetëm kishë dhe jam i shtuar, ose dhe vetëm kishë po jam i krishterë, ose ka kombinacione të ndryshme. Është sikur thjesht kërkojnë një rrugë, një shteg, që si ti shmangen shenjtërisë. Pra nuk duan të shenjtërohen. Pra patjetër që janë qëndrime të rrezikshme. Sepse nëse i kthemi edhe një vargu shumë do me thënë nëse letra hebrejve thotë që lutuni për paqen e të gjithë, pra kërkoni paqen me të gjithë dhe shenjtërinë thotë, pa të cilën askush do të shohë Perëndin thotë, shkrimi i shenjtë. Tani kur apostujt e Krishtit shkruajnë të tilla vargje, tani pse duhet të luajmë ne me kartën e shenjtërisë? Që mund të jemi krishterë edhe pa qenë i shenjtë, por mjafton që Zoti mos më dëshkojë dhe në momentin e fundit pasaj bëj një ritual ose në një gjë dhe shkoj. Perëndia nuk vjet në lojë të shkrimit. Çfarë mbjell njeriu, atë edhe do të folë. Pra një zemër e tillë që kërkon të manipulojë Perëndin, është një zemër dinake të dashur. Dhe ne nuk jemi të thirrur për të jetuar me dinakëri, por për të jetuar në shenjtëri. Dhe në fakt disa njerëz, për të vazhduar më tej, besojnë se veprat e tyre nuk ndikojnë në shpëtim. E tham pak më parë, pra ka krishterë të cilët mendojnë që unë tani bëra një lutje shpëtimi, ose pranova Jezusin në zemrën time, ose bëra një rrëfim besimi, ose një diçka tjetër, që në fakt nuk janë dhe në Bibël, por janë ndoshta pjesë e traditës së kishës, lavdi Zotit, por ama besojnë që veprat e tyre, pra mund të jetojë si të duat edhe ai, dhe unë shpëtimin e kam. Dhe çfarë bën ky njeri? Nuk përpiqet të shenjtërohet. Nuk përpiqet të se fare ndonjëherë, se thotë jam i shpëtuar, pse të shenjtërohem? Unë shpëtimin e kam marrë. Kurse ka të tjerë që thonë, po e perifrazojnë këtu me fjalë të thjeshta, thonë më mirë të zvarritem në pragun e mbretërisë së qiellit. Pra nuk është nevojë pse të jem pjesë e mbretërisë së qiellit. Unë mjafton të jem aty thotë. Te cepi. Ose ka krishterë thotë, pse do të bëjmë kështu tani? Ne nuk jemi të shenjtor thotë. Ndërkohë që Bibla na ka thirrur të jemi të shenjtë. Tani shenjtor mos keq kuptojmë, nuk do të thotë jesh mur, jetosh në një shpellë, do të jetosh në pyll, domethënë nuk është një gjendje e jashtme. Ose nuk do të thotë mos jetosh në botë, mos punosh, mos të sigurosh të ardhura, mos kujdesesh për familjen, mos kesh një makinë. Pra nuk i thot Bibla këto gjëra, këto janë gjëra shumë të vogla. Pra janë gjëra të jashtme. Shkrimi i shenjtë na thret për zemrën. Pra shenjtëria fillon në zemër, në një zemër të ndryshuar, që ka dashuri për Zotin. Por është shumë e rrezikshme ti jesh i vetëdijshëm që nuk ke dashuri për Perëndin. Nuk do të shenjtërohesh, nuk do të jesh si Jezusi. Nuk do të jetosh një jetë sipas thirrjes së Zotit ka bërë. Dhe në ana tjetër të thuash që po ja se unë bëj diçka tani, siç kam mësuar aty te kisha ose siç diku kam lexuar në Bibël dhe do ja hedh si thua, do vetëm para. Ndërkohë që jeton gjithkohës me dashuri për botën, me dashuri për paran, për të pasur një status social, për të pasur, që nuk po themi se janë negative, por i ke bërë ato Zoti, i ke bërë ato idhuj. Dhe pastaj në fund thua, ok, unë kam jetuar një lutari, nuk kam dashur të di fare për Zotin, s'kam dashur të di për të tjerët. Pa mund të kem vajtur ndonjëherë në kishë, kështu ndonjëherë për Krishtinë, për Pashkë, në një gjë, si pjesë dërmuese, faktikisht. Dhe do s'ka gjë se unë në fund fare bëj diçka dhe i dal borxhet si thua. Pra nuk kuptohet vetiu që Perëndia që na sheh zemrën dhe çdo qëllim të zemrës nuk vjet në lojë. Dhe jo më kot shkrimi thotë që çfarë do mbjellë njeriu, atë do korrë. Çfarë do mbjellë, atë do korrë njeriu. Pra është e rrezikshme kjo gjë, dashur miq. Ndoshta themi këto
Le të rikthehemi me idenë që shpëtimi është dhuratë. Perëndia na dhuron shpëtimin dhe do që të gjithë njerëzit të shpëtohen këtë ditë. Por njerëzit vetë nuk duan të shpëtohen. Njerëzit duan të jetojnë një jetë toksore, një jetë pa perëndim. Por ama në fund, ose kur ndodh një diçka, aty kujtojnë për Zotin. Ja më kujtojnë për Zotin, dhe Zoti prandaj lejon edhe sfidat në jetën tonë, edhe vuajtjet, edhe dëshpërimin. Si ta thërrasim Zotin, të kthehemi. Por nga ana tjetër, Bibla thërret për përpjekje serioze në procesin e shenjtërimit. Pra përsërisim, shpëtimi është falas, është dhuratë e hirit. Në Krishtin e bëri Krishti shpëtimin për ne. I mori ai mëkatet tona. Atyre që besojnë tek ai, ja? Jo të gjithë, jo besimtarët. Dhe nga ana tjetër, Bibla thërret që krahas këtij hiri që është dhuratë falas, na thërret që të bëjmë përpjekje serioze në procesin e shenjtërimit. Dhe shenjtërimi është proces, është pak e na pak. Është si një sëmur, pra po e marrim mëkatin si sëmundje, që shkon në spital, spitali është kishë. Dhe atje ai shërohet nga mëkati. Bindet nga fjala e Perëndisë, shikon mëkatin në jetën e tij, pendohet, lutet, adhuron Zotin, jeton në bashkësi, ndihmon njëri tjetrin, pra si të shërohet shpirtërisht, të bëhet një njeri me zemër sipas Perëndisë. Pra shenjtërimi në Bibël që ta përsërisim nuk është opsional, nuk është si diçka që ti po deshe e merr, po deshe e lë. Siç i shohim në këto lëra kompjuterike. Shenjtërimi në Bibël është detyrim, të përsërisim, është detyrim dhe procesi i shpëtimit në të tashmen. Siç e thamë tek Filipianëve 2:12. Pra jeta e re në Krishtin, jeta e një besimtari të rilindur nga lart, nga fryma e Perëndisë. Flasim për besimtarin e rilindur. Jeta e re në Krishtin, pra, më falni, karakterizohet pikërisht nga një përpjekje për t'i bërë ballë mëkatit. Dhe si bëjmë ballë mëkatit? Duke u shenjtëruar. Që ta thjeshtojmë këtë gjë, besimtari ka një dashuri shumë të madhe për të njohur Perëndin dhe për të bindur atij. Si e njohim Perëndin dhe i bindemi atij? Nga fjala e Perëndisë. Nëse kemi frymën e Perëndisë në zemrën tonë, nëse jemi të rilindur, fryma e Shejt na çon tek fjala e Perëndisë. Dhe sa më shumë ta mësojmë fjalën, të meditojmë mbi fjalën e Perëndisë, të thellohemi dhe të bindemi fjalës së Perëndisë, aq më shumë shenjtërohemi. Se vetë Perëndia punon dhe na jep hirin e tij dhe na shenjtëron me anë të ecjes në besim, që është bindja ndaj fjalës. Por nëse e dim fjalën ose nuk duam ta dim fjalën dhe jetojmë si të duam dhe nuk i bindemi Perëndisë, kjo na çon në mëkat. Atëherë bindja ndaj fjalës është shenjtëri, mos bindja ndaj fjalës së shenjtë është mëkat. Për ta bërë thjesht fare. Kështu që besimtari është thirrur të jetojë në shenjtëri, që do thotë ta njohë fjalën e Perëndisë dhe mendimin e Perëndisë që vepron brenda tij, të bindet fjalës së Perëndisë dhe të jetojë ashtu siç Perëndia e ka krijuar. Jo siç e krijojnë informacionin në këtë botë. Informacionet e mëkatarëve të tjerë, njerëzve mëkatar që mësojnë lloj gjëra që nuk kanë lidhje me të vërtetën. Dhe jetojnë në gënjeshtër, jetojnë në errësirë. Pra nuk mund të jetojë i krishterë në errësirë dhe thotë që është i shenjtë. I krishterë është i thirrur të jetojë vetëm në dritë, në dritën e shkrimit të shenjtë, dhe të jetojë sipas fjalës së Perëndisë për të shenjtëruar. Dhe për të qenë dritë edhe për të tjerët. Jo për të mos dalluar nga si thua, nga njerëzit që jetojnë në errësirë dhe nuk e njohin Perëndin. Dhe them këtë dhe ndalemi sepse fatkeqësisht edhe vetë në jetën time njoh disa raste, nuk po them shumë raste, epizode që jetojnë në krise jo besimtarë. Pra shef një jo besimtar është i rregullt, familjar, punon. Shef një që i thotë vetes besimtar, mund të verdhen kishë, edhe zvete. Po thotë jam besimtar në kishë. Dhe jeton në keq jo besimtar. Sillet keq me gruan e tij. Agresiv, impulsiv, me vese. Jeton në shturje. Nuk punon. Pra shumë gjëra të tilla, domethënë. Pra besoj edhe një foshnjë ose një fëmijë e kupton. Shef jo besimtarin, shef këtë që thotë vetes besimtar, po si ka mundësi ti është besimtar ti kur jam keq. Pra këtu është çështja, të dashur miq, pra shenjtërimi nuk është opsional.
të gjithë duhet punojnë për shenjtërimin e tyre nëse duan që të rriten në marrëdhënie me Perëndin. Dhe si rritemi në këtë marrëdhënie me Perëndin, shkrimi na thot me frikë dhe me dridhje. Punoni për shpëtimin tuaj, thot, me frikë edhe me dridhje. Tani që të ndalemi këtu ta sqarojmë këtë varg, se është në vargjet ndoshta më të panjohura dhe më të keq kuptuara sot në krishterimi. Pra frika dhe dridhja nuk është terror. Frikën dhe dridhjen zakonisht e përdorin ata që thamë që janë në ekstremit djathtë, që thon Perëndia është diktator, ai do që ti kesh frikë, të dridhesh, dhe nëse ti mëkaton, ai të heq nga mbretëria dhe ti ka mbretëria qellore dhe ti humbet shpëtimin vetëm ferr. Pra nuk është në fakt interpretimi i dur, është një ekstrem tjetër. Pra deri tani u bazohem shumë te ekstremi liberal, tani folem për ekstremin konservativ. Frika dhe dridhja do thot, siç e thotë Isaia 66:3, thotë që mbi kë do i hedh syt, thot Zoti. Pra gjithë anë të mia, thot, po mbi kë do i hedh syt. Mbi ato thotë që ka frymë për ulur, thotë, dhe dridhet nga fjala ime. Pra njëri për ulur dhe dridhet nga fjala ime, pra e merr seriozisht fjalën e Perëndisë. E merr si fjalë Perëndie, ose si një libër, ose si një aplikacion, siç e kemi në Biblën online. Pra nuk është libri fuqia e Perëndisë, është fjala, është logos, është urtësia e tij, është ligji i tij. Dhe logosi, fjala e Perëndisë, na erdhi në Krishtin për të bërë dritë për botën, dhe Krishti biri Perëndisë u përgjigjua për mëkatet tona. Pra morin dëshkimin ton, si duke qenë se ne ishim shkelës të ligjit të tij. Pra kjo është çështja. Dhe do thotë, kur e merr fjalën e Perëndisë seriozisht, dhe kur bindesh që kjo fjalë mund të të shpëtojë shpirtin, se fjala është vetë Perëndia, pra. Në fillim ishte fjala, po fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish dhe erdhi u bë dita e botës. Pra fjala Perëndia që është frymë në ato që është vetë fjalë. Pra është vetë logos i tij. Logos do thotë vetë natyra e tij, vetë karakteri i tij, vetë urtësia e tij. Pra kur e marrim seriozisht fjalën e Perëndisë, kur kujtojmë që kemi shenjë që Jezusi thotë fjala që unë kam shpallur do t'i gjykojë ditën e fundit. Atëherë ky njeri dridhet para fjalës së Perëndisë. Kur nuk e marrim seriozisht, pastaj atëherë nuk je besimtar, ti nuk, sepse Zoti thotë sytë e mia tek ai që ka frymë të përulur, pra përulet para Zotit, një që ka një Zot sipër, nuk është ai Zoti. Sot ka dhe teori dhe fe që thotë ti bëhesh Zot apo ti je Zot, që nga thonë. Është një kujtari ekstreme dhe shumë e rrezikshme. Pra Zoti është vetëm një, Perëndia i Madh. Kur përulesh para tij dhe pranon fjalën e tij që është ligji i tij, thonë që fjala e tij do të shtojë dhe fjala e tij do të gjykojë. Pra kjo është frika dhe dridhja para Perëndisë. Pra është një frikë e shenjtë përpara Perëndisë. Dhe këtë ka vetëm njeriu që do të shenjtërohet. Njeriu që ka vendosur me zemër, i thot jo mëkatit dhe i thot po shenjtërisë. I thot jo vetes dhe i jetoj për Perëndin, të ecë në rrugën e Zotit, drejtën e Zotit. Pra është frikë e shenjtë. Dhe mund të themi që është një dridhje e ndjerë, pra një ndjeshmëri që na vjen për brenda, për të mos hyrë Perëndin me ato që bën, me ato që thua, me ato që mendon. Pra Perëndia shkon në zemrën, qëllimin e zemrës. Njerëzit nuk e shohin, nuk e shohin dot qëllimin e zemrës. Mund të ketë njerëz që flasin shumë bukur, predikojnë shumë bukur. Kush e di çfarë ka në zemrën e tyre? Ne nuk e dimë ti. Perëndia shikon zemrën. Dhe një njeri që ka zgjedhur të jetojë si biri Perëndisë, që ka frymën e shenjtë në trupin e tij, dhe Perëndia ka thirrur të jetë tempulli i frymës së tij. Dhe si mundet ky njeri mos ketë një frikë të shenjtë përpara Perëndisë, që jeton atë, dhe të mos dridhet për gjërat që e fyen Perëndin. Gjërat në jetën e tij që e fyen Perëndin. Pra do thotë që gjithë kjo, pra të punojmë për shpëtimin tonë me frikë dhe me dridhje, do thotë kemi të bëjmë me një krishter të vërtet. Pra qëndrimi serioz i një krishteri i cili respekton shenjtërinë e Perëndisë, që është mbjellë tek ai dhe te njerëzit e tij.
Pra kjo kështu mund ta kuptojmë këtë le të themi punë për shpëtimin tonë me frikë dhe me dritë. Pra nuk kemi të bëjmë me terror. Perëndia është dashuri. Ne jemi ata që duam t'ia hedhim. Pra Zoti ka bërë gjithçka të mirë, thot Salomoni tek libri i predikuesve, ka bërë gjithçka të mirë Zoti, se është i mirë. Por ne njerëzit ne kemi shpikur ato marifetet. Përpiqemi si ata fëmijët e prapt, që duan të ikin babait dhe bëjnë ato prapësirat dhe duan të shmangen, pra kështu është natyra jonë domun. Katar prandaj Perëndia na thret që të bëhemi si thua bi të mirë dhe bija të mira. Bëhemi fëmijë përshëmbari, të nderojmë ato. Pra prandaj na flet dhe në këtë mënyrë në shkrimin e shenjtë që kuptoj që marrëdhënia e tij me ne është një marrëdhënie prindërore. Prandaj Jezusi thotë është ati juaj qellor. Kjo është çështja. Dhe nëse shohim shembullin e Palit, pra apostulli Pal, i cili nga një ekstremist i djathtë, një fetar farisej që përndishte kishën, njohu Krishtin dhe pati këtë rilidhje të madhe dhe mund të themi se është ndër shembujt e të krishterit model. Pra nëse kemi një shembull pasi Jezusit, që është vetë Perëndia i mëshiruar, në fakt, Jezusi në fakt është gjithë imazhi i Perëndisë, shembullimi i dukshëm i Perëndisë pa dukshëm. Jezusi është vetë heroi jon, kampioni, modeli. Por ama Pali thoshte gjatë kohës së tij, më imitoni mua atë se unë imitoj Krishtin. Dhe në fakt ai imitonte më mirë Krishtin. Dhe gjatë shkrimit të shenjtë, ai e përshkruan veten duke e nështruar trupin e tij dhe duke u përpjekur drejt qëllimit për të pastruar nga çdo papastërti. Pra na thuhet këtu 1 Korintasve 9:27, Filipianëve 3:14, 2 Korintasve 7:1 të tjera. Pra Pali thotë e nështroi trupin tim, që mos bëhem unë për të përjashtuar nga pjesa e Ungjillit që Zoti kishte caktuar të predikon. Dhe atje thotë në një vend tjetër, kush do më çliroj nga ky trup që më çon në vdekje, sepse është i vetëdijshëm që trupi jon, natyra jonë e trashëguar nga koha e Adamit dhe Evës, trashëgon mëkatin dhe mëkati është shumë i fortë. Dhe te Galatasve Pali shkruan që fryma e Perëndisë lufton kundër frymës së një shituaj që mos bëni ato që doni. Sepse po le njeriu të bëjë ato çfarë do, ai vetëm shkon në shturje, degenerim, mëkat pas mëkati dhe në shkatrim për veten dhe për tjerët. Pra këtë bën njeriu që nuk ka frikë nga Zoti. Kurse Pali, modeli i krishterit, që imiton dhe më së miri Krishtin, ai e shikon krishtërimin si një garë, si një qëllim, jo vetëm në mënyrë jetese, por qëllim për të kapur përsosjen, pastrimin e plot, shëntërimin e plot, nga çdo papastërti. Kuptohet kjo me anë të hirit Perëndisë. Dhe mos harrojmë që gjitha ato që themi, thjesht ta caktojmë, nuk janë përpjekje njerëzore. Janë përpjekje për ta lënë të mohuar veten, për të penduar dhe për ta lënë Perëndinë që të veprojë tek ne në frymën e shenjtë. Dhe fryma e shenjtë, pra vetë Perëndia na drejton te kjo jetë në shenjtëri dhe në përsosje. Pra krishtërimi është i vetmi besim në botë që është i pamundur të jetohet pa Perëndinë, nuk jetohet dot vetë. Prandaj edhe shumë krishterë heqin dorë dhe bëjnë këto marifete që thonë, sepse nuk kanë kuptuar fuqinë e hirit. Nuk ka kuptuar që duhet ta lësh Perëndinë që të punojë brenda teje, për të jetuar atë jetën e vërtetë. Kurse me forcat e tua krishtërimi nuk jeton dot. Thjesht jemi të korrekt me mësimin. Dhe me që folëm për të gjë, pra si mund ta jetojmë këtë të vërtetë, shkrimi na mëson nëpërmjet bindjes dhe shërbimit. Pra bindja është ajo që tham, bindja ndaj fjalës, që na çon në shenjtërim. Pra kemi shkuar këtu bindje ndaj mësimit apostolik, por edhe kur askush nuk po të shikon. Pra jo vetëm bindje nga shkrimit kur na shikojnë të tjerët që dukemi bukur, o po lexoj Biblën, o çfarë po lexon sot, ja po lexoj këtë. Pra nuk është kjo. Perëndia nuk kërkon gjëra të jashtme. Perëndia kërkon bindje edhe kur nuk të shikojnë të tjerët. Pra bindje ndaj tij se Zoti shikon, të shkon në fshehtësi. Dhe ta shpërblem publikisht shkrimin e shenjtë. Dhe në fakt ka dhe shumë studiues dhe shkencëtarë të cilët kanë studiuar, flasin për shkencat njerëzore, dhe thonë cili është karakteri i njeriu dhe kanë dalë në një përkufizim
interesant që lidhet me të vërtetën biblike. Pra karakteri i njeriu është çfarë bën ti kur nuk të shikojnë të tjerët. Besoj shumë interesante kjo dhe e bukur. Në fakt të mëson dhe Jezusi, tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, kur thotë që mos i bëj gjërat e mira për të dukur të tjerët, po bëj në fshehtësi, dhe ati yt që të shikon në fshehtësi do të shpërbejë publikisht. Pra tregon që Perëndia e vlerëson karakterin ton të vërtet, dhe karakteri i vërtet jonë është zemra jonë, çfarë kemi në zemër. Kështu që kjo e tregon karakterin e vërtet. Kur ne i bindemi fjalës së Zotit, edhe kur të tjerët nuk na shikojnë. Sepse e dim dhe jemi të bindur në besimin ton, si besimtar të rilindur që Zoti na shikon. Dhe do na shpërblet publikisht. Pra besojmë edhe te ky premtimi i tij. Së dyti pas bindjes që na çon shëndërim është edhe shërbimi për të tjerët. Bibla gjithmonë flet për këtë gjë. Pra shërbim për të tjerët duke ndjekur shembullin e Krishtit. Në Filipianëve 2:4 që na thotë kjo gjë. Pra kisha është një familje, nuk është një godinë. Kisha në besimtar të rilindur që mblidhen bashkë për të adhuruar Zotin dhe për të ndihmuar njëri tjetrin, për të ndarë bekimet me njëri tjetrin. Pra falas morët të Jezusit, falas jetën. Pra familja e kishës në thelb duhet të jetë një komunitet shërbyes. Kisha shërben, jo vetëm një vend ku konsumohet. Dhe faktikisht ka shumë kisha sot, se mos kisha bashkëkohore, që janë thyrë si vende argëtimi. Nuk dallohen nga kinemat, nga teatrot, nga... Dhe shkojnë njerëzit vetëm të shërbejnë aty. Pra dëgjojnë sa gjëra të bukura, dëgjojnë sa gjëra inkurajuese, ndonjëherë edhe mësimi biblik nuk thuhen të gjitha gjërat, siç po ne përpiqemi të flasim sot, çfarë është shkruar dhe janë më shumë. Lavdi Zotit, por flitet thjesht kjo që Zoti të do, edhe nëse gabon, ai të fal. Pra flitet vetëm ana e mirë e Zotit dhe nuk i ngarkon njeriu atë përgjegjësinë që ai ka vetë në raport me Zotin, shenjtërinë e tij. Dhe shkojnë njerëzit aty dhe vetëm presin pra të argëtohen, të dëgjojnë fjalë të bukura, të inkurajohen dhe kaq. Pra shkojnë në kishë, pastaj dalin nga kisha, vazhdojnë atë jetën si gjithë tjerët. Ndërkohë që nuk i shërben njëri tjetrit. Nuk i shërben njëri tjetrit. Dhe nuk do të jap të shembuj sepse kam shumë për të folur, por që kurse në kohën, pra kisha është një vend ku shkojmë për të dhënë, jo thjesht për të marrë. Bekimet që ne marrim nga Zoti ne shkojmë ndajmë në kishë me të tjerë. Të gjitha bekimet frymore, dhuntit e frymës së shenjtë, përçaftësisht nga dhënë Zoti, talentet tona, financat tona, kohën tonë, shërbimin të gjitha, domethënë, për të mirën e përbashkët. Pra është një familje besimi dhe jo vetëm një vend ku marrim, po japim. Pra shkojmë kishën si familje. Dhe janë njerëzit ta, nuk pas Biblës njerëzit janë kisha, nuk dhe Jezusi nuk shërbente në godina, shërbente vetëm në popull, në turma, sikurse dhe kishat e para mblidheshin për shtëpia, të pasur. Pastaj më vonë, sidomos gjatë perandori Konstantin, kur kisha u bë institucion i lidhur me mbretërinë asaj kohe të Romës, aty filloi të ndërtoheshin më tepër godina, por që kisha sipas Biblës janë njerëzit. Dhe është më ngjashëm me sinagogën. Ka thjesht një shtëpi lutje, një vend, nuk edhe një qoshe, një vend që mblidhen, hapen shkrimet e shenjta, lexohen, pastaj luten, adhurohet Zoti, pra këndojnë. Pra është më shumë një shtëpi lutje kisha, sesa një godinë. Pra nuk jemi dhe kundra godinave, shumiç ka dhe godina të mëdha, të gjitha, por me rëndësi është tempulli ku banon fryma e shenjtë, pra njerëzit. Kjo është kisha vërtet. Dhe rreziqet që tham mëkatet e toleruara dhe feja e rehative, kanë qenë në fund ajo që pretën pak më parë, kisha që janë bërë, pra nuk flasin për mëkatin, nuk predikohet mëkati, nuk inkurajohen njerëzit që të jetojnë jetë të shenjtë, nuk qortohen kur mëkatojnë besimtarët. Dhe është bërë thjesht një si fe, një institucion fetar ku mblidhen një godinë dhe argëtohen, pra rehatohen atje. Pra ka kisha që vënë muzikë edhe elektronike, që nga gati si disko. Ka kisha sot në Europë që kanë parë që kanë vënë edhe kafene brenda, dhe nuk shërben vetëm kafe, është si bar aty, shërben edhe birra.
Domethënë, e mos flasim pasaj për besimtarë që shkojnë si të zhveshur, domethënë sikur shkojnë në një diskotek, domethënë, është për të ardhur keq, por Zoti pas mëshirë dhe ne si krishterë duhet të na qaj zemra për këto situata dhe jo thjesht të gjykojmë. Dhe të përpiqemi në dashuri të tregojmë vërtetën e shkrimit që në fund fundit çfarë do bënte Jezusi, çfarë do bënte Maria Magdalena, çfarë do bënte Ruthi, çfarë do bënte të tjera gratë krishterë apo burrat krishterë, si do visheshin, si do qëndronin, si do. Pra, në thelb kisha nuk duhet ta tolerojë mëkatin. Mëkati i toleruar në kishë është shkatrimi i kishës. Praktikisht dhe shumë kisha, me sa mund vjeni, duke qenë se gjatë jetës time, qoftë edhe punëve, po qoftë edhe shërbesave të ndryshme në kishë, jam hasur me situata që ka kisha që nuk ekzistojnë më. Janë shuar. Janë shuar fiks pari sepse kanë toleruar mëkatin. Dhe mëkati sjell përçarje në kishë. Dhe Zoti Jezus thotë që një familje përçar nuk qëndron dot në këmbë. Kur përçaret familja, pra shturet, bie, shkatrohet. Kjo është strategjia e vetë djallit për të shkatruar kishat, përmes mëkatit të papenduar të njerëzve. Kisha, kur shikon mëkatin dhe toleron, thjesht I ka bërë vend djallit. Shumë disa nga mëkatet është inati. Krishterë që mbajnë inate me njëri tjetër. Krenaria që është krye mëkat, vetë djalli është krenar. Ka një krishter që jeton në krenari, thotë unë, nuk thotë Zoti. Është shumë e rrezikshme. Egoizmi, pandjeshmëria për tjetrin, ose lakmia për para, lakmia për pushtet, për famë, për tatësia. Pra këto nuk pajtohen dot në gjithë thirrjen që shkrimi për një jetë me frikë dhe me dridhje, që përmendëm pak më parë. Pra krishterë që jetojnë në këto lloj mëkatesh, dhe atëherë nuk vjen fare në kishë ndonjëherë, sepse shkon te kreatia pastaj do flasim. Nuk pajtohen me atë që kërkon Zoti. Se në fundit, për këtë jeton. Nëse thua që unë po jetoj vetëm për veten, atëherë po heq Zotin nga lista dhe të shkelur urdhrimin e parë që të duash Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, me gjithë forcën tënde, me gjithë shpirtin tënd ta duash Perëndin. Ky është urdhrimi I parë. Kjo është Perëndia jote, ai ka krijuar. Ka krijuar dhe prindrit, të gjithë, ai ka bërë gjithë. Si nuk e do këtë Perëndin. Dhe urdhrimi I dytë, dua të tjetrin si veten tënde, ta duash vetë tjetrin, apo do të tjetrin. Një krenar egoist të tjerë fokusohet vetëm te vetë. Vetëm tek vetë. Dhe mund të thonë ndonjëherë një jetë kemi. Këtë besimtar thonë një jetë kemi. Po si ke një jetë kur ti po thua që kjo jetë është përkohshme dhe po na përgatit për jetën e përjetshme. Që dhe Bibla jetë. Dhe pikërisht mëkatet e toleruara bëjnë pjesë kryesisht në kisha që ndërtojnë një krishterim të lehtë, që ti jeto si të duash, Zoti të fal, pra. Ka përmend të të mira, është bërë gati si formula fetare kështu. Dhe rehatojnë ata besimtarët në mëkat. Kjo është shumë e rrezikshme, pra feja e rehative që po e themi, ose krishterimi I lehtë, sepse duke kthyer krishterimin në një ritual të thjeshtë fetar, ose në një mbledhje për t'u kënaqur nevojat personale të njerëzve, ndihen mirë. Pa unë vetëm kish vëllai se ndihem mirë. Ti duhet të shkosh kishë të afrohesh me Zotin. Njohësh Zotin, të jetosh me të. Jo të ndihesh ti mirë, nuk është kisha vetëm për ty. Kisha është pikë parë që ti të njohësh Zotin, të kuptosh planin e jetës së tij për ty. Zoti ka një plan për jetën e gjithë secilit. Dhe çfarë ndodh? Zakonisht ndodhin, sikurse thash, që këto kisha ndahen në 20% të besimtarëve që shërbejnë dhe 80% që konsumojnë. Dhe ata që shërbejnë sfiliten, lodhen, mundohen, kurse 80% shumica vjen atje, thjesht marrin atë argëtimin, pastaj pas shërbesave ca kisha ofrojnë edhe atë që njihet si vakti ose tryeza ose trapeza I thonë njerëz që mund të hanë së bashku, të hanë ato ushqimet, në në shtëpi dhe kaq mbarojnë. Pra në sensin dhe fillojnë argëtojnë botë pastaj. Mund shkojnë në një lokal, mund të jetë punë e tyre, po që dhe nuk I japin në kish, nuk shërbejnë në kish. Se vetë shkojnë vetëm për t'u rratuar.
Pra, çfarë mund të nxjerrim tek e gjitha kjo nëse shkonin në kish? Dhe Zoti ju ka prekur me këtë mësim në zemër dhe keni parë që ndoshta diçka nuk po e bëni ashtu siç duhet. Kërkoni raste për të shërbyer të tjerë. Shërbimi ndaj të tjerëve do forcojë marrëdhënien tuaj me Zotin. Zoti thotë, atë që keni bërë të tjerëve, ma keni bërë mua për Krisht. Dhe nëse keni dhënë një gotë ujë njëri për tyre të vegjëve të mi, zëre se ma keni dhënë mua. Kështu që nëse shkojmë për të shërbyer në kish, do shohim se si Zoti do punojë te zemra jonë. Do jemi më pranë tij. Ta mos shkojmë vetëm për të shërbyer. Nuk po themi mos të shërbejmë nga kisha, se edhe kur dëgjojmë një predikim dhe kur bëjmë studim biblik dhe kur lutemi në grupe, të gjitha gjëra, kur dishepullohemi, pra këshillohemi një vëlla ose një motër, janë patjetër gjëra që ne i marrim si bekime, por edhe duhet t'i japim. Se ka shumë nevojë kisha për të ndarë bekimin. Dhe vazhdojmë në tutje sepse Perëndia vepron në ju të shkrim, e përsërisim tek Filipianëve 2:13, sepse Perëndia është ai që vepron në ju duke ju dhënë dhe vullnetin dhe veprimin sipas qëllimit të tij të mirë. Pa gjithë, më falni, gjithë kjo që tham është jetojmë jetë me besim, dhe kur jetojmë me besim, do thotë që jetojmë në hir. Jetojmë në dashurinë dhe mëshirën e Perëndisë, që na mbron, na ruan dhe na drejton ai. Për të jetuar sipas qëllimit të tij, dhe vullnetit të tij. Mos harrojmë që ju jeni vepra e Perëndisë, e krijuar në Krishtin për vepra të mira. Perëndia të përdor, nëse e lëm atë të veprojë tek ne. Dhe tu pasaj do shohim tashmë dhe dy interpretime që ta lidhur të që Perëndia vepron tek ne dhe Perëndia si thuaç kryen këto vepra të mira. La tham shëntërimin në momentin e saktuar. Interpretimi i parë që kemi është më i balancuar, është që Perëndia na ka dhënë gjithçka për të kryer shpëtimin tonë. Apo i referohemi shkrimit të sipërt të Filipianëve, jo se nuk e përmenda. Pra, ka një interpretim sot në kish që është ky që thamë që Perëndia na ka dhënë gjithçka për të kryer shpëtimin tonë. Ai vepron te ne. Dhe ky interpretim sipas teologjisë krishtere ungjillore, pra protestante, po flasim, jepet kryesisht me shembullin e pianos. Pra ka mësues që ilustrojnë pianon ku thonë që babai, pra një baba, në këtë rast Perëndia, si figuracion le të themi, ka blerë instrumentin, pra pianon. Ai paguan dhe mësimet, ka blerë dhe pianon, edhe ndihmon, por është fëmia që duhet praktikohet dhe të përpiqet vetë për ta mësuar pianon. Dhe ashtu edhe ne, sipas interpretimi, me ndihmën e Perëndisë duhet të përpiqemi për shëntërimin tonë. Të ndryshe, Perëndia na ka dhënë një zemër të re dhe frymën e tij, na ka shiruar nga skllavëria e mëkatit, duke na ndryshuar zemrën, por tani përgjegjësia është e jona që ta përdorim, pra të përdorim këto dhurata të Tirit për të rritur në shëntëri. Pra ky është interpretimi i parë, si një hap konkret për këtë gjë. Por ka një interpretim tjetër, i cili është si më alternativ, ku thotë që Perëndia na ka dhënë aftësinë njerëzore për të dashur dhe vepruar. Që do thotë, ai na jep mundësinë dhe lirinë për të zgjedhur të mirën dhe për të rritur në karakter. Dhe në këtë rast, duke qenë se ne kemi një vullnet totalisht të lirë për të zgjedhur, jemi vetë përgjegjës për ta përdorur këtë aftësi për të kryer shpëtimin tonë. Pra në rastin e parë që pam, është interpretim që anon më së tepërmi tek, le të themi, tek roli i Perëndisë, si një Perëndi sovran, i cili na e ka bërë të gjitha gati, është dhe gjithmonë me ne, na drejton, na ndihmon, por ama edhe ne duhet të bëjmë pjesën tonë në rrugën e shpëtimit. Për pjekjet tona. Dhe t'i përdorim këto mjete që ai na ka dhënë, të flasim mjete primore, nuk po flasim piano, ishte thjesht një ilustrim, besoj është i qartë. Pra t'i përdorim këto mjete të hirit për të shëntëruar dhe për të rritur shpirtërisht. Kurse interpretimi i dytë, patjetër që një Perëndin si sovran, po një edhe si të dashur, dhe pra sensin që është dashuri absolute. Dhe dashuri nuk ka fare imponim,
ka vetëm liri. Dhe ai na ka dhënë këtë aftësi njerëzore për të dashur, për të zgjedhur vetë veprën e dashurisë dhe për të vepruar në dashuri. Dhe na ka krijuar mundësitë, na ka krijuar lirinë për të zgjedhur. Pra si thua, mëkatet janë aty, po edhe shenjtëria është aty dhe ti vetë zgjedh. Edhe për të rritur në karakter ose për të rritur në shenjtëri, sepse karakteri është zemra, pastrimi i zemrës. Prandaj gjithë përgjithësia i takon njeriu këtu. Nuk ka asnjë pjesë Perëndia, nëse njeriu do ta përdori këtë aftësi për të kryer shpëtimin e tij apo jo. Tani kuptohet, të dy interpretimet janë të paraafërta, por kanë ato nuancat e veta, kanë ato thekset e veta. Por ne janë zgjedhur si dy interpretime mjaft interesante për ta kuptuar që Perëndia nuk na ka dhënë dhe liri të plot për të mëkatuar, siç mendon pjesa që njëri shtuar gjithmonë shtuar, pra e marr shpëtimin dhe tani të jetoj si të dua dhe në fund patjetër do shtojmë sepse Perëndia ma ka thënë këtë gjë, ma premton këtë gjë. Kur çdo të bëj unë nuk varet gjë nga unë. Kurse pjesa tjetër që të varet tërësisht nga ty dhe ti nëse gabon, bën një mëkat, ti humbes shpëtimin. Kanë dy ekstreme. Kurse këto dy interpretime qëndrojnë midis këtyre dy ekstremeve për të gjetur atë të mesmen e atë që ne tham në dritën e shkrimit. Por në këtyre rastet ku më pak jepet Perëndia si iniciator i shpëtimit. Kurse ne si thua ata që ndjekin atë. Pra Perëndia na shtron rrugën, na ndriçon rrugën, por ne duhet të ecim tek ajo rrugë. Kjo është gjithë çështja. Dhe përfundim të dashur miq, dhe unë jam i njohur Perëndis nëse dikush nga ju ka arritur të ndjekë këtë mësim deri këtu. Jam i vetëdijshëm që të paktën janë ata që do ndjekin këto mësime, sepse jetojmë në një kohë fatkeqësisht që mëkati është shtuar jashtëzakonisht shumë. Dhe jo vetëm kaq, por që në masë të gjerë njerëzit kanë humbur fare si të thuash, nuk do doja thoya sedrën ose po e shohin shenjtërinë si diçka që i ka dalë moda. Në sensin, ti je i shenjtë sot, shihesh si një njeri i çuditshëm që nuk ka lidhje me botën, por që në fakt shenjtëria prej shumë shekujsh ka qenë virtyti kryesore i njeriut. Pra njeriu i perëndishëm gjatë historisë kaluar të njerëzimit shikoi si njeriu me virtytet më të larta. Kurse sot shihet si një fetar, si një diçka, si një sepse jetojmë në një botë komplet përmbushur nga materializmi, nga egoizmi dhe vlerësohet ai që ka. Pra çfarë ka njeriu, jo çfarë është njeriu. Ndërkohë në të kaluarën vlerësohej njeriu, jo çfarë kishte njeriu. Pra, sikurse kanë thënë shumë filozofë, do fitoj njeriu apo materia, apo fiton materia. Pra, po vlerësohet njeriu, po vlerësohet zemra, shpirti, po ngurcohet zemra e njeriu. Dhe njerëzit po adhurojnë materien, po adhurojnë materializmin, po adhurojnë dhe këto shpike, teknologjinë të gjitha. Fatkeqësisht shumë njerëz jetojnë vetëm për të dukur në rrjetet sociale. Pra janë shumë indikatorë që shohim se si shkrimi i shenjtë përmbushet. Unë hyj të ata besimtarë që realisht po shoh që jetojmë në kohën e fundit. Dhe unë nuk e di kur do ndodhi apokalipsi, nuk e di njeri këtë, vetë Jezusi thotë di vetëm Ati qellor. Por ama shenjat janë shumë të dukshme që njeriu ka humbur dashurinë dhe njeriu po vlerësohet. Ai që është krijuar sipas imazhit të Perëndis ka humbur. Ndaj dhe shenjtëria shihet si diçka që madje nuk shihet fare, dhe bashkë me shenjtërinë kanë humbur edhe ato që janë detaje të shenjtërisë, siç është nderi, morali, edukata, mirësjellja. Po humbin dita ditës, po thyen si degza teme. Që nuk I them këto për të bërë pesimistin, përkundrazi, ne si krishterë duhet gëzohemi që shkrimi I shenjtë po përmbushet. Dhe duhet na shtohet besimi që në këtë botë nuk ka paqe. Paqja në këtë botë është të kesh, jo të jesh, por nga ana tjetër kush e vë shpresën e tij tek pasuria e tij materiale. Atëherë është njëri pa mend sipas Biblës, dhe ne dim shumë raste se si njerëz kanë humbur gjithçka, domethënë. Për hir të parave, kanë shitur shpirtin, shejtanin siç e popullon. Kjo botë nuk ofron asnjë alternativë. Por njeriu që vendos të jetojë në shenjtëri,
Ai duhet të prasë Zotit, duhet të ketë mbrojtjen e tij dhe bekimin e tij. Dhe në çdo shtrëngat, edhe çfarë do të ndodhi si jashtëm, ai nuk do lëkundet së brendshme, madje do forcohet më shumë. Dhe çdo problem dhe çdo sfidë e jashtme do e bëj atë njeriu më të fortë, njeriu e Perëndisë. Këtë na jep vetë historia, vetë Bibla, vetë shon jetën time, shon jetën e vëllezërve dhe të motrave. Se si Zoti bekon dhe i gjendet në situata nga më të paimagjinueshme për një besimtar. Kështu që thënë të gjitha këto, le të përmbledhim këtë përfundim, pra një thirrje përfundimtare për të gjithë ju vëllezër dhe motra, nëse keni arritur deri këtu, ose ju që kërkoni të njihni Zotin ose thjesht ju interesojnë këto mësime, lutem që Zoti t'ju bekojë, t'ju ketë hapur sytë e zemrës. Dhe ta kuptoni që Zoti është i vërtetë. Ai ju do dhe ka një plan për ju, planin më të mirë. Ju duhet thjesht të afroheni, ta njihni dhe ta pranoni Zotin për atë që është, jo për atë që mësojmë fet apo lloj sektesh e kultesh për cilat edhe kemi folur në mësime të tjera lavdizë. Pra le të përfundojmë këtë mësim duke thënë që Perëndia na ka falur në Jezu Krishtin. Mëkati jonë shkoi në trupin e Jezu Krishtit, trupin e pa mëkat. Perëndia e shpëton njeriu, nuk shpëtojmë dot vetë. Pra të gjithë ne dhe unë që flas, meritonim që të gjithë vdekjen e përjetshme në ferr pa Perëndi. Të gjithë ne kemi mëkatuar, të gjithë kemi rënë në lavdi e Perëndisë. Unë që flas kam qenë një mëkatar që nuk e dija, ishte verbuar, mendoja se unë isha njeri mirë, as po vras njeriu thoya unë. Se kam një rrymë të keq, ndërkohë vetëm mëkate provon dhe. Dhe kur hapa shkrimin, pastaj pash veten në pasqyrë që ora, nuk që kam njeri. Unë nuk që kam njeri që shkoj kundra Zotit. Dhe lavdi Perëndisë që më hapi sytë e zemrës. Dhe pranova ndreshjen. Pranova të futem në rrugën e vërtetë që të shkon në jetë. Dhe pranova faljen e tij. Pra mëkatin tim për cilin pagoi Jezusi në kryq. Dhe ai më tha që më do, më shpreu dashurinë e tij. Dhe më çoi tek fjala e tij. Dhe aty vazhdoi ecë. Si puna ime, shumë vëllezër dhe motra të tjerë. Po të dëgjosh për jetën e tyre të kaluara dhe të shikosh jetën e tyre të sotme, thua nuk ka mundësi. Po flas për njerëz që kanë qenë pjesë e mafjes, për kriminalë që kanë qenë në burgje. Për lloj mëkatesh dhe krimesh nga më të paimagjinueshme. Dhe kur i sheh sot në kish e kuptojnë që po, ai njeriu i vjetër pas ka vdekur. Pas ka vdekur në kryq me Krishtin. Dhe jeton ky njeriu i ri. Kjo është forca e faljes, forca e hirit Perëndisë, vetëm Perëndia e ka gjë. Pra Perëndia na ka falur dhe na ka shpajsuar në Krishtin. Dhe na ka bërë pjesë të familjes së tij, kishës. Na ka hequr nga pushteti i errësirës i djallit, që njeriu sado që mëkatone, të bën lloj të këqija vetes së tij, trupit të tij, të tjerëve, prindërve, të afërmve, komplet njerëz. Dhe ai nuk e kupton se është një errësirë. Është i tërbuar nga fuqia e mëkatit që Satani i jep në anëmështër. Perëndia prap nuk e shikon këtë gjë. Ai urren mëkatin, po e do krijesën e tij deri në fund. E do njeriu, sepse e ka krijuar. Dhe falë shpajson duke hedhur të mëkat në trupin e Krishtit. Që është vetë ai, Perëndia në Krishtin që bëj paqe me Botën e shpirtit. Dhe bën pjesë të mbretërisë së tij që është kisha, njerëzit, familja, i lindur të lartë. Dhe qëllimi i tij për ne të dashur vëllezër dhe motra, do të na ndiqni që para krijimit të botës, Perëndia që di fundin pa filluar dhe jeton dhe në të kaluarën dhe tashmen e të ardhmen, ndaj edhe shpëtimi jonë është edhe në të kaluarën dhe në tashmen e të ardhmen. Se Perëndia është infinit. Dhe marrëdhënia me të duhet të jetë infinit, nëse duhet të jemi gjithnjë me Perëndin, përgjithsisht me Perëndin. Pra që para krijimit të botës, Perëndia pati këtë qëllim, që ne të jemi të shenjtë dhe të paqortueshëm para tij. Të na thotë shkrimi, sidomos tek Efesianë 1:4. Pse? Sepse ai dëshiron që ne të ngjajmë me Jezu Krishtin. Është dëshira e tij. Ndaj, thënë të gjitha këto, një thirrje përfundimtare, pika e parë, vëllezër dhe motra.
ju lutem, merreni seriozisht ato që Perëndia po bën jetën tuaj. Po themi fjalë që thonë shumë këtu dhe kisha ku shërbej, njëri për pastorëve tanë thonë, në jetën shpirtërore nuk ka asgjë të rastësishme. Dhe nëse po esni në Krishterinë, gjithçka që ndodh rreth jush nuk është e rastësishme. Gjithçka ka një kuptim. Ndaj merreni seriozisht edhe gjën më të dëmshme që ka ndodhur. Perëndia ka lejuar atë që të ndodhi. Nxirni një mësim për saj. Thuani Perëndis, pse po lejon këtë gjë? Pse po ndodh kjo gjë? Se Perëndia nuk na ka premtuar një jetë të lehtë. Por ama kur jeton në pranimin e tij jemi në gëzim dhe një paqe të jashtëzakonshme gjithkohës. Pra merrni seriozisht ato që Perëndia po bën jetën tuaj. Merrni seriozisht shpëtimin. Merrni seriozisht shëndërimin tuaj. Si pika e dytë që thamë me frikë dhe me dridhje. Çdo thotë të rritemi në shpëtimin që kemi. E morëm të shpëtim, por duhet të rritemi. Se Zoti thotë, nuk më keni zgjedhur ju mua, ju zgjodha unë juve. Ai na ka zgjedhur. Përse? Që të jepni fryt atë. Dhe frytin të jepni të qëndrueshëm. Dhe fryti flitet për frymin e shenjtë. Frytet e frymit të shenjtë që vepron tek ne, janë të gjitha ato që shkruhen pasaj tek Galatasi. Falni dhe tek Efesianë. Paqe, dashuri, gëzim, kontroll dhe kështu me radhë. Dhe së treti të shikojmë shembullin e Krishtit. Dhe shembulli i tij është shërbim vetë mohues. Kështu do të veprojmë dhe ne. Jo të bëjmë vetëm çka na pëlqen, por të bëjmë edhe ato që ndërton tjetër. Pra të shërbim tjetër, të ndihmojmë tjetër. Nëse bëjmë të gjë, kemi mbajtur barrat e njëri tjetrit dhe kemi plotësuar ligjin e Krishtit. Dhe më kot të mbyll me një shkrim tjetër ku thotë që mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se detyrimit që ta doni njëri tjetrin. Se kushdo tjetrin thotë ka përmbushur ligjin. Lavdi Zotit. Këto miq të dashur, unë uroj dhe shpresoj sinqerisht që ju ta keni ndjekur të mësim dhe të jeni bekuar nga Perëndia. Nëse keni ndjerë ndonjë frikë për brenda, dijeni që është një frikë e perëndishme. Ju shtyn që të afroheni më shumë Zotit. Afroheni më shumë Perëndis dhe do shikoni se si jeta juaj do bekohet dhe jeta juaj do jetë në praninë e tij, në mbrojtjen e tij, në ndjekimin e tij dhe drita do ju mbulojë rreth e qartë. Qoftë ky mësimi bekim për ju dhe Zoti ju bekojë. Amen.